Nga fillimi i vitit 2026, paga minimale në Shqipëri do të rritet në 500 euro në muaj. Ky është një nga vendimet më të rëndësishme për punonjësit shqiptar në vitet e fundit. Aktualisht, paga minimale është rreth 40.000 lekë, por qeveria ka njoftuar se do të arrisë. Qëllimi është përmirësimi i standardit të jetesës dhe mbështetje për ata me të ardhura të ulta. Më shumë se 307.000 punonjës do të përfitojnë nga kjo rritje. Për të ndihmuar bizneset, shteti do të mbulojë kostot e sigurimeve shoqërore për 9 muajt e parë. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se objektivi është që paga minimale të arrijë deri në 700 euro. Nëse realizohet, Shqipëria do të afrohet me nivelin e pagave në vendet fqinje. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se vetëm rritja e pagës nuk mjafton. Qeveria duhet të sigurojë rritje të produktivitetit dhe ulje të inflacionit. Rritja në 500 euro është një hap i madh përpara për punëtorët shqiptar. Kjo rritje sjell shpresë, por edhe pritshmëri për më shumë.